Deklaratat e ministrit të jashtëm Ferit Hoxha, sipas të cilit Shqipëria nuk ka ndërmend të rinovojë marrëveshjen 5 vjeçare me Italinë për akomodimin e refugjatëve në kampin e Gjadrit, ka shqetësuar qeverinë italiane. Ministri i Brendshëm Matteo Piantedosi ka udhëtuar nga Roma në Tiranë, ku ka marrë garanci nga qeveria shqiptare për vijshmërinë e protokollit Rama Meloni. Në një reagim në rrjetet sociale të Ministrisë së Brendshme italiane, thuhet se të dyja vendet kanë ndarë bindjen për të vijuar bashkëpunimin e nisur për çështjen e emigrantëve. Sot së bashku diskutuam mbi bashkëpunimin shumë të mirë mes vendeve tona për çështje të ndryshme të bashkëpunimit policor dhe luftës kundër emigracionit të palishëm. Më pas u ndalën veçanërisht te zhvillimet e ardhshme të protokollit Itali-Shqipëri, edhe në kuadër të hyrjes në fuqi të rregulloreve të reja europiane për migracionin dhe azilin, duke ndarë bindjen për të vijuar bashkëpunimin e nisur, i cili ka përbërë një model inovativ të vlerësuar nga vendet kryesore europiane dhe që përfaqëson një element dallues të miqësisë mes dy vendeve tona. Çështja e sartmes së kampeve të refugjatëve në Shqipëri mori një kthes të papritur kur ministri i jashtëm Ferit Hoxha deklaroi në një intervistë për Euroaktiv se marrëveshja 5 vjeçare mes Shqipërisë dhe Italisë për emigrantët nuk do të rinovohet, pasi sipas ministrit vendi ynë do të jetë pjesë e Bashkimit Evropian në vitin 2030. Por pas publikimit të intervistës dhe alarmit të shkaktuar prej saj në të dy anët e Adriatikut, ministri Hoxha ka nxituar të korrigjojë gafën e tij duke u justifikuar se deklarata e tij ishte një reflektim i çastit, i shprehur me sinqeritet dhe spontanitet.